ka keq kuptime dhe sot ka keq kuptime që feja islame është kundër pushimeve, kundër pushimit, kundër relaksit, kundër vizitave, kundër shëtitjeve e kështu me radhë, çka nuk është e vërtet. Feja islame përkundrazi jep një hapësirë të duhur dhe të bollshme mendoj edhe pushime dhe nevojës për pushim. Andaj profeti alayhi salatu wasalam këshillon të shokët e tij duke thënë për shembull Abdullah ibn Mesudit ose Abdullah ibn Omerit radhiyallahu ta'ala anhu, i thoshte që ti duhet të falësh, po duhet edhe të pushosh, duhet të agjërosh, po duhet edhe të hash. Madje disa prej shokëve të tij njerë bëjarë kishin shku në shtëpinë e Profetit sallallahu alaihi wasallam dhe po pyesin për agjendën e tij. Çka bën gjatë ditës, çka bën gjatë natës e kështu me radhë, kur në fund thamë ky është profet, e nëse profeti e ka bën kaq më vërtet atë ku jemi ne, dhe vendosën që njëri prej tyre thonë s'do të flej asnjëherë, vetëm do të falë, tjetri thonë s'do të ha asnjëherë, do të agjeroj vazhdimisht, të tjetri thonë nuk do të martohen fare, mënyrë që krejt kohën t'ja kushtoj adhurimit, dhe të mos ma marr familja se fëmijët një pjesë të kohës së adhurimit. Ky ishte qëllimi i tyre. Mirë po kur ndëgjoi profeti sallallahu alaihi wasallam i thirrë shokët e tij dhe i këshilloi ata të trep mirë po dhe gjithë sahabët pastaj edhe neve deri në kiamet. Unë jam aq që më shumë t'i kam frikë Zotin dhe më shumë t'i bëj ibadet Zotit, megjithatë, unë falem por edhe flaj, agjeroj por edhe ha, dhe martohem me gra, po ja kushtoj një pjesë edhe gjumit, një pjesë edhe ushqimit, po një pjesë madhe edhe familjes. Gjithçka është e balancuar, është fe mesatare. Gjithsesi, pastaj kemi hadithe të tjera bujar që përmes cilave kuptojmë se profeti sallallahu alaihi wasallam ka këshilluar shokët e tij se jo çdo herë besimtari duhet me qenë në të njëjtën nivel të ibadetit. Andaj është hadithi Handhales, po është një hadith i madh i cili në bisedë me Abu Bekrin thotë sikurse jemi bër munafik. Dyftyrsa pse, sepse thotë kur po jemi te profeti alayhis salam, po na këshillon, po na fol për xhenetin, për xhehenemin, po na fol, thotë ne po kemi një tjetër nivel të imanit, të besimit, një përjetim tjetër. Mirë po thotë kur po kthehemi në shtëpi, punë të shtëpisë, fëmijët, gruaja, agjenda brenda shtëpisë është tjetër. Dhe sikur po ndryshojmë pak, sikurse po ndryshon përjetimi jonë ose vullneti jonë për ibadet, sikur po merrem pak a shumë me punë të dynjallahut, dhe kjo mos është një lloj nifak ose dëftërsi. Andaj shkon te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe çka i tha profeti sallallahu alaihi wasallam, tha sigurisht se me qenë atë gjendjen që çdo herë sikurse jeni në xhami do t'ju përshëndesin me laçet mirë po mirë po her pas here, kohë pas kohë, pra një kohë adhurim, një kohë pushim, një kohë për familjen, një kohë për fëmijën, një kohë për relaks. Madje është e nevojshme edhe në aspektin pedagogjik e psikologjik që trupi, shpirti ka nevojë, truni ka nevojë besa për një pushim, për një relaksim, për një fuqizim ndoshta të vetes, të aktiviteteve kështu me radhë. Kështu që është keq kuptuar, por unë kisha më arsyetu keq kuptim ndoshta për shkak të një agjende të caktuar që është bërë bojar të shfrytëzimit të pushimeve,